إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله نفلندري vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Salavatet dhe selamet dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë të cilët e pasojnë me të mirë deri në ditën e fundit. Xhamati nderuam, Allahu te baraka ve taala ka dërgu pejgamber dhe ka zbrit libra. Me njoftu robët e tij, krijesat e tij me qenjen e tij, me emrat dhe cilësitë e tij, me madhërinë e tij. Për atë një ndër të mirave që janë të shumta që Allah Azza wa Jalla ka nderuar njerëzimin, një prej atyre është edhe logjika, mendja apo fiqiri që njeriu me njoftë Zotin e vet. Pra e ka dallu prej krejt krijesave me këtë mirësi. Me njoft krijuesin dhe madhërinë e tij, me njoft Allahun te baraka ve taala. Natyrshmërinë me të cilën Allahu Azza wa Jall e ka kriju njerëzimin, për cilën tha në Kur'an fitrat Allahi allati fatara an-nas alaiha. Natyra e njerit, pra krejt njerëzimit, është që është e gatshme me njoft Zotin e vet, me njoft madhërinë e tij. Çdo njeri në natyrën e vet e din me dallu të mirën pi të keqes. E dallon gabimin. E dallon se rrena është gabim. E dallon se dhuna është gabim. E dallon se vrasja është gabim. E din se vrasja e fëmijës është zullum, është padrejtësi. Për këtë nuk ki nevojë argument, nuk ki nevojë shpallje, nuk ki nevojë as pejgamber. Pra është një natyrshmëri e pastër që Allahu Azza wa Jall e ka kriju njerëzimin. Mirë po përveç kësaj natyrshmërie, Allahu Azza wa Jall thanë në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se inni khalaqtu ibadi hunafa. Unë i kam kriju njerëzimit në atë natyrshmërinë e pastër që e përmendëm. Mirë po shejtanët, pastaj dëshirat, egoja, rrethi e ban njeriun me deviju prej besimit. E ban njeriun me deviju prej të vërtetës, prej drejtës, prej të mirës apo moralit. Për atë Allahu Azza wa Jall nuk u mjaftu veç me natyrshmërinë e pastër. Mirë po, dërgoi pejgamber, pastaj zbriti libra që njeriu me njoft Allahun Azza wa Jall. Njeriu me madhëru krijuesin e tij. Lufta mes madhërimit të krijuesit dhe lufta mes madhërimit të zotave të rrejshëm apo krijesave ka ekziston edhe do të ekzistoj derisa Allah Azza wa Jall të jep fund kësaj çështje. Ka prej njerëzve të cilët madhërojnë njerëzit. Ka prej atyre që madhërojnë kafsh, e madhërojnë lopën. Ka prej atyre që madhërojnë gurin, statujat. Mirë po besimtari madhëron krijuesin e tij, e njeh madhërinë e tij. Për atë Allah Azza wa Jall në Kur'an shpesh ai i cili lexon e shef se Allahu na thret. Afala tatafakkarun? A nuk po mendoni? A nuk i shikoni? Pra argumentet që Allah Azza wa Jall i ka sjell në librin e tij fillimisht, po pastaj edhe në universin e tij. Allahu na thret që besimtari her pas here me hedh shikimin në univers.
me hedh shikimin në qiell, me hedh shikimin në tokë, wa fi anfusikum, edhe në veten tuaj. Pra që ti deri dje s'ke ekzistu. Ti deri dje ke qenë një pikë uji, mirë pa Allah Azza wa Jall të krijojnë formën më të mirë. Pra na thret që me meditu rreth këtyre argumenteve, si në Kur'an, po si në univers që Allah Azza wa Jall tregon për madhrinë e tij, tregon për dijen e tij dhe fuqinë e tij. Gjunahi më i madh që i bëhet Allahut Azza wa Jall në tokë është mosnjohja e madhrisë së Allahut Azza wa Jall. Mosnjohja e madhrisë së krijuesit. Për atë Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an në surën El-Hajj, duke ja demonstru pra atij besimtarit atë kotësinë e vet, mendjelehtësinë e vet, po njëkohësisht ja ngrit imanin besimtarit edhe sheh besimtari se në çfarë mirësie është. Thot Allahu ja ejuhan nas duriba mathalun fastami'u la. Allahu Azza wa Jall thot o ju njerëz, ja u kena pru një shembull ngone. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Pra ata që ju po i madhëroni edhe i adhëroni pos Allahut Azza wa Jall nuk kanë mundësi me kriju edhe një mis. Nuk po folmi për krijesa më të mëdha. Jo një njeri me shpirt, jo një qiell, jo një tokë, jo një han ose diell. Po atë më të voglën Allahu Azza wa Jall u përmend se ato që ju po i adhuroni, ja bëni ortak Allahut, nuk kanë mundësi edhe një mis të vetme me kriju. Vazhdon ajeti edhe thot, po e keni pa thot atë mizën, nëse ja u merr diçka prej ushqimit apo pijes juve, ato s'kan mundësi as çata me kthy. Da'uf at-talib wal matlub, është i dopt ai i cili në këtë rast i ban ibadet tjetër kujt pos Allahut, po është i dopt edhe atij që i bëhet ibadet. Pra që mirët për Zot pos Allahut Azza wa Jall. Kur vjen kjo, vazhdon ajeti tjetër thot, ma qadarullaha haqqa qadri. Atëherë kur nuk e njeh Zotin tan, nuk e njeh madhrinë e tij, nuk i njeh emrat e tij dhe cilësitë e tij, atëherë shkon adhuron tjetër kan. E madhron tjetër kan. Ndërsa besimtari dashurinë më të madhe ka te Allahu. Mbështetjen më të madhe e ka te Allahu, se e njeh. Shpresën më të madhe e ka te ai. Nëse e don dikan, e don më pak se Allahun. Nëse e shpreson dikan, shpreson më pak se Allahun. Nëse mbështetet te dikush, mbështetet më pak se te Allahu te baraka wa taala. Për atë një person kur shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa ishte në minber, pra duke fol me sahabët, erdhi një person duke u anku. Tha ja Rasulullah, na ka kap thatësia, pra janë dobësu baktit, janë shkatru pasurit, s'ka pas shi. Tha po kërkojmë ndërmjetësim te Allahu përmes teje, po edhe kërkojmë tha te këti përmes Allahut. Pra ndërmjetësojmë te këti përmes Allahut Azza wa Jall. Paramendone dhe më thonë fjallën e madhe dhe të rrezikshme që e ka thonë. Për atë ka ardhe dhe reagimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha vaj hak, tha vaj halli për ty. A e di tha se për kani të fol. Qysh ka mundësi Allahu me ndërmjetësu të dikush edhe nësë është pejgamber? A e di tha se për kani të fol. Pejgamberi s.a.s. ju skuq ftyra, ndryshoj në ftyrën e tij edhe ja dha vesh një isharet, ja kallzoi madhrinë e Allahut Azza wa Jall, ku tha se Allahu qëndron mbi arsh. Arshi i tij është mbi 7 kat qiell. Arshi është krijesa më e madhe e Allahut Azza wa Jall, e para edhe më e madhja. Pra vetëm çkaq ja tregoj dhe ja boni me dije se a e di se çka e tu fol, edhe vazhdoi duke e madhru Zotin e tij, duke thënë subhanallah, i pastërt është Allahu nga ajo që i përshkruaj njerëzit gabimisht, apo folin për ta apo shpifin për atë pa dije. Ky është reagimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra për atë kur nuk e njeh Zotin tan, kur nuk e njeh madhrinë e tij përmes pejgamberve, përmes librave që Allahu Azza wa Jall i ka zbrit, atëherë bjen edhe në atë gradën e ulët, apo siç kanë thonë ulemat se njeriu është patjetër më kon në rob i dikujt. Pra Allahu Azza wa Jall të ka kriju ty me qenë në rob. Pra ti ose ki më kon në rob i krijuesit, ose ki më kon rob i krijesave, qoftë ajo njerëzve apo të kafshëve, ose ki më kon në rob i vetes, i epshit tan.
Pra që të trija janë, nuk ka jashtë këtyre. Se dikush mendon se kur e mohon Zotin e vet, e zgjedh ateizmin, mosbesimin, mendon se hik pi robrisë. Ai nuk hik pi robrisë. Ai bëhet rob i vetës, i jep shejtan. Për atë Allahu Azza wa Jall e ka përmend këtë kategori në Kur'an, ku thot ai ke pa thot atë i cili e ka marrë për Zot e epshin e vet. Këta dha as nuk mendojnë, as nuk logjikojnë. Këta bin në atë nivelin, në nivelin e kafshëve edhe më ult se niveli i tyre. Për shkak se epshi, nëse ja lëshon frenat, atyve dëshirave egostane nëse ja lëshon frenat, pra Allah Azza wa Jall tha se njeriu ben në nivelin e kafshëve bile edhe më ult që nuk lypshon filozofi, nëse e shef në rrethin ton, në mesin ton, ata të cilët e kanë marrë këtë udhë, e shef se sa e kanë degradu krijesën njeri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pra si që përmendëm se Allahu Azza wa Jall pra shpesh në Kur'an na thret, na kujton, po na obligon që na me meditu rreth argumenteve që Allahu Azza wa Jall ka zbrit në shpalljen e tij, po edhe jashtë shpalljes së tij në këtë univers. Pra Allahu Azza wa Jall thot në surën El-Ghashiyah: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, a nuk e shohin ato devën në që kena kriju? Wa ila as-samai kayfa rufi'at, atë qiellin që na kemi ngrit pa shtyll, nuk e ma kërkush, nuk e shef asnjë çame në qiell, domethënë është në formën më të mirë, më perfekt. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, edhe këto kodra të mëdha që e mojnë stabilitetin e tokës. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, edhe kjo tokë që e kanë bot për shtatshme, e kena shtri që njerëzit me jetu rahat, komod, pra na thret që me mendu, me meditu. Për atë besimtari e ka obligim, pra her pas here me meditu, me i shiku këto argumente që Allah Azza wa Jall i ka zbrit, apo i ka kriju për njerëzimin. Varsisht prej asaj se sa e madhron krijuesin zemër, kjo përkthehet edhe del në vepër. Pra nëse madhrimi i krijuesit në zemër është e madhe, atëherë pastaj edhe vepra do të jetë e madhe, edhe besimi është i madh, edhe përkushtimi është më i madh. Mirë, por nëse në zemër madhrimi është i dopt, atëherë edhe përkushtimi, vepra ibadeti është i dopt. Janë dopta. Nëse e marrmi një shembull, pra nëse sot do me shku një punë me bo, edhe e merë rrugën standarde, mesatare që është në një vend, nëse është rruga mesatare, përkushtimi është normal, mundi është normal për atë punën. Pse? Qa që ka vlerën. Mirë, për nëse ajo rruga është 2 fish, është 3 fishi, atëherë edhe përkushtimi është më i madh, përkushtimi është më i kujdesshëm, sakrifisa është më e madhe. Në këtë rast edhe ai i cili e njeh krijuesin, e njeh madhrinë e tij, me emrat e tij, me cilësitë e tij, atëherë edhe vepra, ibadeti, madhrimi i farzit, obligimit është më i madh. Atëherë madhrohet edhe ndalesa apo harami. Për atë Allah Azza wa Jall tha: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Ai i cili madhron obligimin farzin, ai i cili madhron haramin, ndalesën, ajo rrjedh prej një zemre të devotshme, me besim të madh, që e madhron Allahun te bareke ve taala. Për atë si besimtar dalmi pak prej asaj botës së ngushtë, dalmi pak prej asaj botës së errët, dalmi pak prej internetit, dalmi pak prej Netflixit, TikTokit, rrjeteve sociale apo punëve të kota, ta bëjmë një farë rutine, ta vojmë një farë përditshmërie që besimtari e mediton edhe kujton për Allahun Azza wa Jall, për krijimin e tij dhe madhrimin e tij. Se shpesh njeriu kur e ka diçka vazhdimisht e haron atë mirësi, e haron se ajo diçka e madhe. Pra Allah Azza wa Jall e përmend krijimin e qiellit dhe tokës vazhdimisht në Kur'an.
e përmend ndrimin e ditës edhe natës. Edhe në këtë argument Allah thot ka argumente për atë që mendon, për atë që mediton. Dil prej asaj pak botës së ngushtë, dil në botën e gjanë, kujtoje madhrimin e Allahut Azza wa Jall, kujtoje krijesat e tij dhe madhrinë e tij në krijesat e tij. Lusë Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre të cilat e madhrojnë fillimisht me zemrat e tyre, po pastaj ky madhrim reflekton edhe del në veprat e tyre edhe në përkushtimin e tyre ndaj Allahut te baraka wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Por fund vetëm ja përkujtoj se normal xhamia, mbërmbajtja e xhamisë ka nevojë për sakrificën e besimtarëve, ndërsa ai i cili jep padyshim te Allahu Azza wa Jall e gjen, kush ka mundësi le të jep prej pasurisë së tij. Allahu akbar, Allah